Besimtari është i ndërtuar me mendësinë. Kurani e ka ndërtu mendësinë e besimtarit se besimtari për çdo dhunti e mirësi të cilën ai e gëzon, për çdo begati që ne e kemi në shërbim dhe kënaqemi me të, ne kemi obligim dhe ndim obligim me shpreh mirënjohjen dhe falënderimin, hamdin ndaj Allahut fuqiplot, respektivisht ndaj atij i cili neve na i dhuroi këto dhunti, mirësi e begati. Duke filluar nga ekzistenca jonë, do thot njeriu duke filluar nga ekzistenca e tij, ai e falenderon dhe ndihet i obliguar dhe borxhli me falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut dhul xhelal, nga se ai nëse vetëm ndalet për pak qaste dhe i bën vetes pyetje rreth ekzistencës së tij, si erdha unë në këtë botë? Kush më solli mua në këtë botë? Kush më dhuroi mua jetën në këtë botë? Kush më dhuroi mua gjitha këto mirësi dhe dhunti që unë kënaqem dhe shërbehem me to? Duke filluar nga shqisa e të pamurit dhe drita e syve, duke filluar nga shqisa e të dëgjuarit dhe veshet me të cilët unë dëgjoj, duke filluar nga shqisa e të folurit dhe komunikimi im me të tjerët, duke filluar pastaj nga dhuntit dhe mirësit tjera të cilat unë tani, jo unë, por as ju së bashku me mu dhe gjithë ne, ata para neve që kanë jetu, ata që jetojnë në kohën tonë, dhe ata cilët do të vinë breza dhe gjenerata pas neve, askush, as një herë nuk ka mundësi me i numëru deri në fundësi dhuntit e Zotit. Është mision i pamundur, është detyrë e dështuar, askush, as një herë nuk ka mundësi me i numëru në plotëni dhe me e përmbyll kapitullin e mirësive, nga se dhuntit, mirësit dhe begatit që ne i kemi në shërbim dhe kënaqemi me to, janë të panumërta. Është e pamundshme që ne ti numërojmë të gjitha dhuntit që i kemi në disponimin ton. Prandaj, këtë e ka konfirmu Kurani famlart, Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sikur ju i jepni detyrë vetes dhe filloni me i numëru një nga një dhuntit dhe mirësit të cilat Allahu ju ka dhuru, nuk do të keni dot mundësi t'i numëroni. Janë të panumërta.